Një rrëfim anonim që po shpërndahet në internet po bën xhiron e rrjeteve sociale për shkak të një historie të pazakontë mes dashurisë, identitetit dhe nacionalizmit. Një grua turke ka ndarë përjetimin e saj me bashkëshortin malazez, i cili e konsideron veten serb të vërtet, patriot dhe nacionalist të flakt. Ai gjithmonë më ka treguar se është serb, shumë konservator, shumë krenar, nuk është tipi që flet shumë, vetëm më përsërit se jam hot, prandaj është me mua, ka rrëfyer gruaja. Por gjithçka ndryshoi këtë vit kur ajo vendosi ta binte të shoqin të bënte një test ADN-je. Në fillim më hezitoi shumë, por në fund pranoi, ndoshta sepse unë flas shumë dhe nuk pushoj derisa ta arrit të timen, shkruan ajo me humor. Rezultati ishte një shok i madh për malazezin që pretendon të jetë serb i vërtet, doli të jetë 59% shqiptar, aty ku priste të dëgjonte për gjurmët e tij slave apo serbe të thella, realiteti e goditi krejt ndryshe. Nuk po e besoja as unë, ai u mbyll menjëherë në vetvete. Nuk flet, nuk reagon, thjesht hesht, e ndjej që mban një lloj inati dhe ndaj meje, sikur është fyer personalisht nga kjo gjë, vazhdon gruaja. Për ta qetësuar ajo i përsërit se nuk ka asgjë të keqe se shqiptarët e grekët kanë qenë aty shumë kohë përpara dhe është normale që gjenet e tyre të përzihen, por duke se krenaria e tij nacionaliste e ka bërë të vështirë pranimin e këtij realiteti për malazezin që pretendon të jetë serb i vërtet. Unë vetëm dua ta shoh sërish të qeshur, të bëj shaka si dikur. Madje po mendoj t'ia blej një varse me shqiponjën për krenare, si shaka, vetëm për ta nxjerrë nga kjo gjendje, shkruan ajo me ironi. Një e papritur gjenetike kjo që e ka tronditur jo vetëm një martesë, por edhe gjithë perceptimin e një nacionalisti për identitetin e tij.